Ndër vite na kanë mësuar që duhet të përmbajmë lotët, zemërimin, dhimbjen, por lind automatikisht pyetja, në qoftë se ne ndrydhim emocionet tona, a mund të ketë kjo pasoja për shëndetin? Disa besojnë se emocionet e ndrydhura ndikojnë jo vetëm tek gjendja e shëndetit psikologjik, por edhe tek shëndeti fizik. Sa vërtet është kjo? Dhe mbi të gjitha, ku fillon shkenca e ku përfundojnë bindjet personale? Që të jemi edhe transparent dhe qartë me publikun. Do shta si shënim për këtë temë, duhet ta kemi gjithë parasysh, ky është një këndvështrim dhe një bindje personale të ftuarës që ne kemi, sepse deri më tani, sipas literaturës shkencore, nuk ka një bazë apo një studim që e vërteton plotësisht. Studimet janë të pakta, por me sa duket në perspektivën e një mentoreje shpirtërore, një trajnere shërimi, si Amadea Stefa, kjo bën sens. Ne i themi përshëndetje Amadea si fillim. Për herë kënaqësi. Përshëndetje nga zemra. E dashur, Amadea, ta sqarojmë pak për publikun, sepse unë në hapjet e emisionit dua të jem korrekt, edhe mbi të gjitha nuk dua të ngjall frikë dhe panik. Pra, nga se frymëzohesh kur thua që ndrydhja e emocioneve mund të shkaktoj kancer? Unë bazohem para në vetë shkencatare në Graz në Austri dhe në Amerikë në San Francisco. Dhe në të dyja universitetet që ne bëjmë domethënë research ose zbulime shkencore, kemi zbuluar mbi 500 pacienta që të gjithë pothuajse kanë të njëjtën shkak. Nuk do thotë që shkaku është i njëjtë, mos ma keq kuptoni, por do thotë që shumë qeliza kancerogjene formohen nga emocione. Domethënë fillimin, po ta shikojmë thellë edhe nga ana psikologjike, po të shkojmë thellë tek pacientat, ato fillimin e kanë nëpërmjet një emocione që është ndikuar ndoshta në familje, që është ndrydhur, si e thatë edhe juve. Mund të jetë depresioni, mund të jetë trishtimi, pikëllimi kur i ka ikë dikush nga jeta, një vdekje, dikush nuk e ka përpunuar, të dashurit vet. Domethënë të gjitha këto gjëra që ne kujtojmë se hatme se ka ndodhur, nëse një person nuk i lëshon, i them unë, nëse një person nuk i përpunon, dhe i transformon, kuptohet, ndoshta jo në gëzim, sepse është vështirë ti transformosh në gëzim kur diçka ka qenë shumë e trishtuar në të kaluar një personi. Po ne thojmë, është ajo shpreha take it, domethënë merre një herë ka ndodhur si një ngjarje, si një film që e shikon në televizor dhe pastaj thua, okay, çfarë do të bëj me këtë ngjarje? Shumë veta kanë shikuar Titanic, i them unë. Dhe kanë qenë të trishtuar, sidomos kur ka vdekur Leonardo DiCaprio në fund. Domethënë, ai trishtim është i njëjti gjë që ndodh edhe me ne në mënyrë të pavetëdijshme nga të dashurit tonë. Kur dikush na braktis, kur dikush në fal, përdor dhunë. Në sa familje përdoret dhuna akoma, tek fëmijët, tek gratë, tek nënat. Domethënë, ato e mbajnë dhe pastaj shpërthen. Ku shpërthen? Në qoftë se shpërthen në pjesën e sipër me kanceri, nga mjekësia tradicionale kineze dhe aziatike që ka me qindra studime që akoma nuk njihen në Europë, sepse kuptohet janë në gjuhën aziatike, në gjuhën kineze, japoneze, indiane, filipineze. Dhe në to tregohet që këtu trishtimi, është pjesa e trishtimit dhe pikëllimit kur femrave i shpërthen në gjoks, në mushkëri. E njëjta gjë dhe me meshkujt, në mushkëri. Ka pjesën e poshtme, ka dhe në mëlçi. Ka kancere të ndryshme, ka kancere dhe në kocka, në palcë të kockave. Domethënë kanceri është komplet i ndryshëm edhe nga ana shkencore, domethënë. Edhe mjekësisë tonë normale. Që duhet ta shikojmë nga vijnë këto emocione, nëse vijnë xëm nga mëlçia, nëse kanceri është shpërndar në mëlçin. 99% dihet që ky person nuk është i qetë. Domethënë ka nerva, ka atë ndjenjen e padrejtësisë, që thotë, "Wow, unë kam të drejtë, ti e gabim. Ju ma keni bërë keq. Ju jeni gabim." Këto persona e zhvillojnë dhe e shumojnë shumë kollaj, domethënë qelizat kancerogjene, po dha për ato persona që kanë sheqerin, diabetin, që nuk e din këtë gjë, sepse mëlçia është ai organi që ne i thoni egërsimit dhe i padrejtësisë. Amadea, përpara se të themi plotësisht që ndrydhja emocionale mund të çojë në kancer apo depresion, a ka një histori personale të cilën ti e ke ndeshur
në qindra njerëz që ti takon që ta dëshmon që një ndrytje emocionale mund të ketë shkaktuar një ndikim kaq të madh fizik apo emocional në trupin e një njeriu. Atëherë me mira pacienta që kanë pas deri tani mund të them që 1/3 sa kanë qenë me kancer, jo të gjithë një mishet janë me kancer, kanë sëmundje të ndryshme, depresioni dhe shumë gjëra, paniku, ataku, shumë lloje të ndryshme nga ana dhe psiqike, jo vetëm e trupit. Dhe unë i kam vënë re lidhjet komplet, automatikisht. Dhe më thëmë, kur kam pas një person që kishin gratë në gjoks kancerin, në gji, atëherë ato ishin të lidhur me temën e dëshpërimit që i ka vdek dikush ndoshta në një person në familje ose një ndarje shumë e fuqishme. Do të thotë partneri ka ikur nga shtëpia, një fëmijë ka ikur, dikush mund të ketë bërë abortim të fëmisë. Dhe më thënë është një shkëputje shumë e fortë me një shpirt shumë të veçantë, me një person në jetën më që ka qenë një dashuri shumë e madhe, ose kur ka ik gjyshi, që i kina dash, ndoshta disa fëmijë i dojnë më shumë se nënën e babën, edhe ka një lidhje shumë të fortë. Dhe kur ik gjyshi nga kjo jetë, shumë njerëz kalojnë në depresion dhe pastaj kanë qeliza kancerogjene në gjoks, në pjesën e krahërorit. Kjo është domethënë, ka pas edhe pacienta që kanë pas në pjesën e mitrës dhe kjo ka lidhje komplet tjetër, në pjesën e mitrës ka lidhje edhe me partnerët dhe me temën e lëshimit. Nëse disa persona nuk dinë të lëshojnë partner, janë xheloza ose partneri ka punën e vet, edhe ato dojnë prapë me marr partnerin. Ose partneri tradhton. Dhe atëherë kam vënë re që këto femra i kanë qelizat kancerogjene me të vërtetë aty poshtë me këto tema. Janë disa tema. Një temë mund të jetë shumë më fortë, një temë mund të jetë shumë më e butë, por shumica e të 100 sa pacienta që unë kam pas në dorgana e kancerit, kancerogjene, qelizave, kanë pas shumicën e të emocioneve të ngjashme. Dhe thosha, wow, kjo nuk është një koincidencë, domethënë që kjo përkon me të vërtetë me mjekësinë tradicionale, popullore dhe aziatike. Qartë. Amadea, dikush do thoshte, unë jam mësuar ti mbaj emocionet për vete, mos i ndaj me të tjerët, gjithçka e zgjidh vetë. Çfarë ndodh në aureolën e këtij personi, në energjinë e këtij personi, në mirëqenien fizike dhe psikologjike të këtij individi? Nga se duhet të ruhet mbi të gjitha? Duhet të ruhet së pari nga shpërthimet, se një person do të shpërthejnë. Mos sot, nesër është ajo shprehja jonë, edhe ne në Shqipëri e kemi. Do të thotë që ai person do shpërthejë një ditë dhe kur shpërthen për smarit. Akumulime, thënë, përmbledhje të emocioneve shumë të forta dhe ato shpërthejnë në një moment ndoshta komplet të gabuar. Këshilla më e mira që çdo person që përmban ose përmbledh është të ndëgjojë muzikë të qetë, të shkojë në natyrë, edhe nganjëherë të bërtasë në stadium, sidomos për meshkujt, që dhe ato akumulojnë në punë, nuk është se akumulojnë vetëm në shtëpi, dhe lënë të gjitha të frustin e punës në shtëpi, pa kënaqësi, si femra, si mashkulli, e lënë në shtëpi. Dhe nëse nuk e lënë tek njëri tjetri, atëherë hahen me vetveten, çajin, sidomos femrat, shkojnë në banjo, që shumica meshkujve nuk e dinë absolutisht këtë gjë. Shumë femra shkojnë para pasqyrës, çajin, nuk e duan vetveten, nuk e shikojnë vetveten më si të bukur, si të mirë, si të vlefshme, i duket vetja komplet pa vlerë dhe kanë mendime që të ikun nga kjo jetë, që fillon me fillimin e një depresioni dhe asaj mos dëshirës, mos jetoshme, të ikësh nga kjo botë sepse kërkush nuk të vlerëson. Të duket vetja kot, domethënë pa pikë detyre, pa pikë qëllimi. Dhe misioni. Amadea, po flasim për emocione të ndrydhura, të cilat kanë një pasojë shumë të madhe në shëndet. Dhe pyetja është shumë e thjeshtë, çfarë mund të bëjmë? Çfarë mund të bëjmë për ta kuptuar në kohë? Çfarë mund të bëjmë për ta trajtuar në kohë? Çfarë mund të bëjmë për ta ndryshuar këtë rrugë që nis me emocionet tona? Në momentin e parë gjithmonë të gjesh një person që ti me të vërtetë e vlerëson dhe që mund të tregosh i thojmë në zorrët e parkut.
Kjo është numër 1 dhe jo personi, partnerja që ju keni tema, probleme, sepse aty është shumë vështirë që ai personi të ndihmojnë. Do të gjesh një shok, një shoqe që ti thua, okay, do të tregoj tani si është gjendja ime në këtë moment, të marri një këshill. Shpesh herë i them psikologu më i mirë është shoku, shoqja deri dhe aty ku shkoni bëni ju flokët. Floktorët janë persona që me të vërtet mund të ndihmojnë me një këshill, se jo gjithkush i ka financat që të shkojnë te psikologja dhe tek psikologu. Së dyti është gjithmonë të dalësh me shoqëri, të dalësh me një person që t'i nderon jashtë, mos rrini në shtëpi. Mos e mbani emocionet duke u futur brenda në shtëpi sepse kalon tash në një fazë më të madhe depresive, që tjerët nuk e arrin as ta kuptojnë, por ndodh çdo ditë, çdo muaj dhe çdo vit më i fortë. Prandaj sa shikoni që keni ndjenja, keni humbur një person, ju ka ndodhur një grinje me partnere, nuk din ku të shpërthesh, nuk do t'i tregosh prindërve tuaj se të vjen turp. Edhe ne duhet ikëm nga kjo fjala turp, sepse është turpi në kena qenë nga niveli energjetik shumë poshtë. Duhet jemi të sinqert. Unë për vete kam qenë të parë që kam thënë kam pas qeliza kancerogjene dhe i kam pastruar, kam shëruar më në 6 muajve. Kam thënë mjekëve nuk dua të bëj operim, edhe pse ka qenë grada e 3. Jo, i thash ka mënyra të tjera, sepse si janë formuar qelizat kancerogjene, të ndikojnë me njëra tjetrën, kemi mundësi nëpërmjet tingujve, nëpërmjet vibrimeve të muzikës pozitive, si Mozart, Beethoven, mantrave që janë për sa përket fjalëve dhe afirmimeve pozitive. Pra me frekuenca të larta. E drejta Madea, po nuk mund të themi që muzika është forma për të trajtuar një problematik fizike si kancer, një sëmundje të pashlueshme si kancer. Është një ndër forma. Sepse duhet jemi dhe të kujdesshëm. Ka forma më të ndryshme. Për shembull, unë bëj meditim me 6 lloje të fuqive, ku është forma edhe i them e vëmendjes ku ti fut fokusin. Në qoftë se ti e vën fokusin tek sëmundja, tek ajo, atë dihet do të ndjekësh atë rrugë që do të smuresh më shumë. Nëse ti i fut fokusin diçka tjetër, do të thotë pozitiviteti, do të thuash, okay, un kam një fëmijë, kam diçka të bukur, që të shikosh në vetvete çfarë janë gjërat e bukura që ti ke akoma në jetë, dhe të mos fokusohesh gjithmonë tek ai person që ke humbur, ose me atë person që je grindur, me atë temë që të ka ndodhur. Kjo është domethënë janë shumë teknika, i them në meditim që ne përdorim, për të larguar nga ato fokuset ose mendimet negative, traumatat, që nga dal, sido që të ketë qenë ajo traumata në jetën e një personi, të rikthehet. Dhe kemi me mira veta, mos me thënë me miliona veta në këtë moment, që nëpërmjet meditimit kanë shëruar vetveten, kanë shëruar kancerin, kanë shëruar depresionin, panikun, tumorret, dhe tjerë thënë, wow, po si është e mundshme? Është e mundshme, sepse si është krijuar, ka mundësi të shkrijohet. Kuptohet, don kohë, sepse disa krijime njerëzit nuk e dinë, mund të jenë krijuar me veta. Nuk janë vetëm punë muaj që them unë. Domethënë, një person mund të ketë qelizë kancerogjene shumë përpara. Amadea, ndalim pak këtu, meqense po flasim për ndrytjen e emocioneve, flasim për emocione që na vijnë nga episodet të saktuara për gjatë gjithë jetës. Dhe nganjëherë është edhe një falje e pamarrë. Pra një kërkesë për falje që dikush nuk na ka bërë edhe pse ne kemi pritur ndoshta për shumë gjatë. A mund të jetë një falje e pamarrë shkaku i vuajtjeve që zgjasin ndër vite dhe që mund të na shkaktojnë dhe këto sëmundje tumorale siç është kanceri? Në perspektivën tënde. Shumë e vërtet. Një dhe teknikat që dhe unë mundohem të bëj nga Hawaii, dhe nga Amerika Latine dhe Native American Veriore të indianët, që unë kam shkuar vetë të jetoj disa muaj të çdo grup, është falja, është praktika e faljes, ndryshe që dhe Ho'oponopono, kush e njeh, dhe e kam praktikuar me nxënësit e mi dhe ke plotësisht të drejtë. Në qoftë se ne dikush nuk na ka kërkuar falje dhe ne akoma e mbajmë atë në zemrën tonë, deri edhe ne nuk e falim atë person ashtu siç duhet, me të dyja i themon pjesët yin dhe yang, që duhet edhe të falim, edhe të marrim falje në të dyja krahët, atëherë unë nuk e bëj nga ana fizike,
prandaj është shumë më e thjeshtë për personat të falin dhe të kërkojnë falje. Sepse thotë unë nuk dua të takoj atë person më kurrë në jetën time. Shumë persona kanë atë akoma atë frikën ose atë ndjenjen që jo, nuk mund ta bëj një person. Nuk jam gati. Dhe duhet ta kuptojmë që jo gjithkush është gati. Ka persona që janë gati dhe marrin guximin, shkojnë tek ai person dhe thotë, "Ok, hajde pimi kafe, flasim herë për atë çfarë ka qenë në të kaluarën tonë." Dikush nuk e merr, si shumica nuk e marrin, mos më thënë, një vetëm trojet tona shqiptare, por në të gjithë botën, atëherë duhet ta bësh nga ana energjetike. Do të thotë që ti me mendjen tënde në meditim, me një muzikë të qetë, kur je komplet një person në atë moment i qetë, duhet qetësi, dhe i thua atij personi me fjalë, me zemër, me dashuri, unë të fali. Nuk më ke borxhe. Çfarëdo që kesh pas me mua, unë të falit, kuptoj, je njeri, ne njerëzit bëjmë gabime. Dhe nëse pret akoma faljen time, ta jap në këtë moment. Dhe mund të vizualizosh me një simbol si kur i duke dhënë një lule, një qeri të ndezur. Dhe funksionon. Ne kemi pas një bab që s'ka folur 18 vite me vajzën e tij. Mbas 18 vitesh kur ka bërë faljen, i ka marrë, domethënë ka marrë vajzën në telefon për vitin e ri për me uru në Amerikë, dhe kur nuk e harroj atë histori dhe më ka thënë, Amadeja, funksionon falja. Sepse nuk ishte bërë shumë meditim, tha unë nuk ja kam idenë meditimit, nuk ja kam idenë këtyre gjërave me energji, ose me mjeksi popullore, dhe 18 vite tha, se kam ditë që pas ka prit fëmia im që unë të kërkoj falje. Amadeja, unë do të pyes për një tjetër arsye që mund të shkaktojë ndrydhje emocionale. Humbja e dikujt të dashur. Dikush ka humbur nënën, dikush ka humbur babain, dikush ka humbur gjyshit, ka nga ata që kanë humbur edhe fëmijë që thonë që është dhimbja më e madhe. Çfarë duhet të bëjnë për të punuar me emocionet e tyre? Kjo është shumë e rëndësishme. Me thënë të drejtën të shkojnë te psikologu, psikologja. Do mos kur humbin fëmijë, ose tek një person, tek një mami, tek një person që me të vërtet ja din dhe ja ka idin, ose dikush që e ka humbur vetë atë person, dhe që e kupton, dhe me thënë e kupton ndjenjën e tjetrit, duhet ta kuptojnë të tjetrën, të tjetri duhet të shprehnë dhe më të tregojnë, i them unë çdo gjë që ndjen në atë moment, mos ta mbajnë, sepse është e kundërta, dhe pastaj masi ka shfryer, është e shpreha bukur të shikosh gjërat më të bukura të atij personi që ke humbur. Kjo ndodh shpesh në Amerikë, dhe më thënë aty kur ik një person nga jeta, ato shikojnë gjërat më të bukura, mblidhen së bashku për të kujtuar gjërat më të bukura, që mos të mbajnë trishtimin, por të mbajnë ato memorien, kujtimet pozitive, të mira. Qartë, Amadeja, me qenë se jemi në fund të kësaj bisede, edhe në fakt kur flasim për ndrydhje emocionale, duam s'duam, automatikisht flasim për fjalë të pathëna, ndjenja të pashprehura, emocione, ndjesi të shtypura dhe pa kuptuar kthehet në një bisedë pak të trisht. Ke ndonjë thënie tjetër shkodrane për ta mbyllur këtë bisedë dhe për të na gëzuar neve dhe publikun? Një shprehje shkodrane motivuese, sigurisht. Lenet kalumen të kalume. Mos e giciloj, thojmë ne, të kalume. Mos e gudulis, po. Mos e gudulis. Sepse e kaluara është e kaluara, është si ai treni që kalon. Është ajo shprehja bukur, lëre trenin të kalon dhe mos ngaj vrap mas trenit, se treni do të ecë edhe më shpejt. Ti ecë edhe më shpejt, ai ecë edhe më shpejt, dhe nuk e kap trenin. Lëre trenit kalojnë dhe prit për trenin e ri të jetës, sepse ka përtar një tren tjetër. Edhe nëse do të kesh çik durim, sidomos kur hupim ndonjë partner, ndonjë gjë në jetën tonë që thojmë, "Mama, nuk do të martohem kurrë" ose nuk dua më të jemi lumtur, mundohuni të shikoni që vjen gjithmonë një tren i ri në jetën tuaj dhe kap atë trenin e ri. Lësho të vjetrin. Kjo është shumë e rëndësishme që ne të ecim përpara, se përndryshe mesim gjithmonë në atë botën iluzioniste, i themon që është e kaluara. Është thjesht një iluzion. E qartë, Amadeja, ne të jemi falendërues, të përshëndesim me shumë dashuri nga Mesdrita dhe të urojmë një verë të mbar. Shio pushimet. Publiku t'i themi, mbyllim të segmentet me Mesdritës me Amadeja, në shkojmë një shkëputje të shkurtër publicitare për të prezantuar një doktor i rehabilitimit ortopedik, i cili ka një temë interesante për trajtuar. Qëndroni me ne.